Prej viti 2018, qeveria ja ndau ndërmarrje Trepça mbi 38.3 milion euro në formë subvencioni. Nga shuma totale mbi 2.8 milioni janë dhënë njësisë veriore të Trepçës që operon me 2 miniera dhe 1 flotacion. Vetëm vitin e kaluar, qeveria ndau rreth 9.8 milion euro për ndërmarrjen. Burime nga menaxhmenti i ndërmarrjes i thanë ATV-s se të paktën kohëve të fundit, kjo njësi nuk ka raportuar për shpenzimin e mjeteve nga subvencionimi. Ekonomisti Fidan Qerimi kërkon angazhim institucional për ta obliguar njësinë ta zbatojë ligjin. Patjetër, momentin që janë paratë të taksapaguesve të Kosovës, kanë obligim do të edhe qeveria Kosovës, po edhe ata do të si njësi dhe Trepça që t'i japin llogari popullit Kosovës. Po ashtu insistohet për transparencë në shpenzimin e parave të kosovarëve. Kur duhet taksapaguesve kosovarët që servohet më tepër transparencë dhe të dihet çka fitojmë nga veriu, e kam fjalën në Trepçë, në veri, kur i bëjmë gjithë këto investime dhe nuk ka transparencë lidhur me shpenzime. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, shuma më e madhe e subvencioneve të dhëna ndërmarrjes u harxhuan për t'i mbuluar shpenzimet operative. Gjatë vitit 2024, njësia veriore eksportoi rreth 3.8 mijë ton koncentrate të zinkut dhe rreth 3.5 mijë ton koncentrate të plumbit.